Veç këto derset e shtunës janë të marrë atë formën e vet, jena halen fillim të këtij cikli të dimrit, inshallah shpresoj që Zoti më na jap jetë dhe më na jap momente të kënaqshme. Nuk kemi filluar ende në seri, kështu që do të jetë e ndërlidhur njëra me tjetrën, po do të po mundohem një herë me shku dhe tema që po shpresojmë që nuk kemi diskutuar. Sot me të vërtetë njeriu kur po do me diskutuar, po do të më këshyr pak se nuk shumë tema sot janë trajtuar, janë për internet, janë mos me i përsërit. Po kena që shpesh diçka që nuk u diskutuar, diçka që eventualisht është më pak e trajtuar. Sot këna me fol për disa zakone ose dukuri që janë vdekje prurse, cilat normal përderisa janë vdekje prurse duhet me i luftu. Në mendimin e shumë vllaznive këtu në xhami kanë menduar që kanë fol për dohanën, se dohani është dukuri shumë negative, po nuk kemi fol për dohanën, ani pse është dukuri negative pa pikë dyshimi. Do të mundohem sonte me fol për 3 dukuri që nuk mendoj se ju ka shku menja juve të paktën që ato janë dukuri vdekje prurse. E para për ty në thot është trashësia ose mbi pesha, një dukuri shumë negative, do ta shtjellojmë bashkë. E dyta është mos aktiviteti ose mos merja me sport. Edhe treta është mos leximi. Zakoni ma vdekje prurse që ka godit këtë ummetin është mos leximi, i cili është vdekje trunit, jo vdekje fizike, po vdekje e të qenurit njeri faktikisht. Qëto 3 dukuri do t'i shtjellojmë, jo dhe shumë gjatë. Normal një pjesë e diskutimit nuk është e profilit tonë, është edhe shkencave tjera. Unë do të punona kryesisht për etikën e vështrimit fetar, ka pak eventualisht më argumentu me diçka prej profileve tjera, për ndryshe nuk jam i thirrur me diskutu, se ju e dini që çështja e trashësisë, mbi peshës, e dietave është çështje edhe e shkencave tjera. Po sot po dojna pak me trajtu edhe na si fetar, edhe unë si huaj këtu, me diskutu që çështja e shëndetit, një trup vital është barçi i muslimanit, është pjesë e fesë tonë, është pjesë e sunetit tonë. Na u ka kriju një farë mentaliteti me këshyr veç teshat e pejgamberit. E keni pa? Këtë lufta kur të bëhet, kur të flitet për sunetin e pejgamberit, këtë lufta çka ka vesh. A kur se folim që ka pas trupin ai. Ama aty në histori është detajisht i vizatun trupi ti. Detajisht është trupi ti komplet. Pej gishtit madh kamës deri në fijen e kokës, ko këtë është i shënum, që ka pas krat, a ka pas që ka pas barkun, a ka pas për jashtë, a ka pas mana, që ka pas shpatullat, a ka qenë njëri shëndet, shumë as ka qenë. Këtë të jenë gjana që une, ani pse na dim që ajo është një pjesë e jetës, pjesë edhe e rrethana kur ka jetu, po me që thatë, jo rasisht janë të evidentuar me këto gjana dhe muslimani i vërtet synon me ndjek edhe këtë prizëm, ani në general, jo se na po dash e gjatësia janë do çështje që dalin jashtë vullnet, pejgamberi ka pas këtë gjatësinë, as mund me pas një gjatë tillë. Megjithatë, po na intereson me qenë musliman që kemi një shëndet, kemi një trup, jemi të zhvilluar fizikisht edhe jemi të kujdesshëm edhe në aspektin e ushqimit. Po flasim normal për aspektin e trashësisë, nuk po i tham mbi pesha se ka një nuancë dallimi mes trashësisë dhe mbi peshës, sepse mbi pesha ju e dini mjeksi është për shembull 1.70 do të mi pas 70-75 kg kështu me radhë. Tash mbi pesha është nëse ti veç i kalon 2-4-5 kg është mbi peshë sepse e ke kaluar grafikonin e gjatësisë. Po trashësia është tani po folim për gjendje të jashtëzakonshme kur janë thyr krejt shifrat edhe janë tepruar numrat. Deshta më fillu me një kuriozitet, më befasoj shumë, një meksikan e kishin libër të Guinnessit e kishte shtyr rekordin botëror. 557 kg. Ishte njeriu i fundit që ka vdekë, që ka thyr librin, që ka thyr rekordin në trashësi. Normal i shkon në zbritje, kohën kur ka vdekë ka pas 339 kg. Pesh, një Manuel Uribe i Meksikës, i cili ka vdekë moshën 48 vjeçar. Normal nuk u prit edhe me jetu ma gjatë, sepse u bloku me zemrën, me frymare, me gjitha organet e brendshme. Sido që djetë për një lloj smundje po dojna me fol, edhe normal dikush thot po pse që ka që komod jena me diskutu kësi tema.
Unë mendoj se nuk është problem që muslimanë është problemi këtë botës. 2.1 miliard njerëz në botë kanë problem me trashësi. 2 miliard.1 njerëz në botë kanë problem me. Nëse kanë problem meksikante, amerikante, këtë janë për ta për mendimin tam, dyqysh e hanë pazari për ta. Musliman nuk u dash me pas probleme me trashësin, të pas parasysh se natyra e feston, kur ti këshysh ritualet që i kryjnë muslimant, kur ti këshysh agjerimin anën tjetër, nuk u dash, nashta kena mujt me pas ka pak probleme, po për shembull, unë e mora një shifër, në botën arabe, 58% burrave edhe 65% grave në moshën 20 vjeçare kanë problem me trashësi. Kjo në shtetet islame, domethënë njerëz cilët e kanë harruar me agjëru ton tajten edhe ton dhe tajten. Kanë harruar me agjëru ditë e bardha. Edhe kur kanë agjëru, e kanë bënë një anomali, një budallaki që nuk e qenë kerri. Imagjinoni për shembull ç'a bojnë muslimanë në botë, çfarë është një auto, është një saudian, një hoxh, ama shumë i mëshëm, ka një seri e 30 emisione ka diskutuar, ka një emision thot Ramazani është i pafajshëm, ka titullin Ramazani i pafajshëm. Pse Ramazani i pafajshëm? Se Ramazani, shumica e muslimanëve në Ramazan shtojnë peshë. A dini pse? Sepse janë bërë statistika, muslimanët janë njerëz që konsumojnë më shumë të ushqim në Ramazan. Muji stopimit, muji abstenimit, muji agjerimit, muslimanët na thjesht ish bashku kërkon, na do ushqimi që hajnë në Ramazan, si hajnë kur? Jenë të varë tortë, jenë të varë tamlerizër, të vetë në Ramazan, të më është Ramazani. Dhe më thonë, ky Ahmed Shukejri është një thers, një dai, unë ka bo shumë për shtypje emisionit ti, po dalish po një moment për temet, po jenë atë ushqimi, jenë atë dieta, s'po dalim shumë largë temës. Në atë emisionin, kur e hapaj, e kallëzon një fakt shumë interesant, mu më ka bo shumë për shtypje. Në vitin 1917, një Gjerman i cili ka qenë luftëtar i fort i luftës parë botnore. Thuhet se është godit me një smuj në Eshna. Ka pas infekcion nyje. Ku ka nyje, ka pas infekcion në për nyjet e tij. Edhe me kalimin e kohës gati u shtangu këtë trup edhe ma me kolice, me ato shtavat e me ka hulumtu në për doktor, nuk ka mujt asë një doktor me i gjithë shërem. Një ditë, rasisht, e ka taku një njëri te për të rëndëm, i ka thonë aj, po ta propozoj një shërem. Qfar? Ka thonë me në qinu. Agjerim me bo. Jo agjerim muslimanve, shërbojnë na, po me stopu për ushqimit, jo dhe për pija. Ajo është agjerimi i tyne. 19 ditë kanë gjinu, pa ndërprej. Mas 19 dite. U shëru 100%. I kanë kretë një jetë nga në gjende normale. Ka bubej, për i qëti momenti, që mjep zotë të jetë, ka me qeli një institut, midis Gjermanie, në cilin ka me i shëru njës me agjerem. Edhe i ka qëndru besnik i desti, edhe në vitin 1920 e ka hap, e sot i ka bo dikon 94 vjetë që punon në instituti, u vdekaj, misioni ti ka vazhdu baba i ti, e tash, kur ka zhvillu këj hoxha misionin direkt me atë institutin, tash është një pi ti, të e kry këtë punë. Ky një pi ti, mes tjerash, qa s'po du tash me tregu këta e filozofia institutit, punin që bëna i so njerëz i ka shërue, këtë me agjerim, dhe mon, agjerimi form e shërimit, ose mbrojtje nga smundjet e ndryshme. Mes tjera që thot një fjallë shumë të mirë, kë Gjermani. Une dhe ishta me shkut me prut e ju këtë se ma mërë mëna që javlen me diskuru këtë shpreja. A i thot kështu. Me agjeru nuk është filozofi. Krejt njerëz punën me agjeru. Me agjerujnë të meshmit edhe ju të meshmit. Nuk ka najfar filozofie me agjeru. Me agjerujnë tonë. Me shkollë, pa shkollë, me dije, pa dije. Nuk ka filozofi me agjeru. Ose nuk je shumë i meqëm pëse agjerën. Me njerëz e meqëm janë vetëm ata që dinë me bu iftar.
Njerëz të mëshëm janë veç ata që dinë me bu iftar. Me agjëruin gjinojnë ton. A iftarin kush din me bu? Veç njerëz që janë të mëshëm. Domethënë, poenta është këtu tash po pesëgjënojnë kuptimin. Aspekti i ushqimit, aspekti i racionit që ne marrim gjatë ditës, kujdesi në ushqim. Në ushqim kujdesin veç njerëz të mëshëm këtë botë. Normal, unë po du gjithçysh më referu thënieve të pejgamberit alayhis salam. Nuk po duam ju marr shumë kohë, edhe tash edhe një herë me dal pe profilit ton, po qysh me kalu ajetin në surën A'raf 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani, pini, mos e teproni, se Zoti nuk i don ata që teprojnë. Surën A'raf ajeti 31. Domethënë nuk është temë që s'ka të bëjmë me ne, është porosi kuranore, o ju që keni besu, kulu, o shrebu, hani, pini, mos e teproni. Dikush do të, o mos e teproni, fuja, këto detë se devet për, ma herat për thëtë ushqime dhe pije, mos e teproni. Innehu la yuhibbul musrifin. Zoti nuk i dëna ata që e teprojnë. Rrezek, domethënë si ti jesh mbi peshk, kujdes, Zoti nuk e dëna ata që e teprojnë. Normal, unë e di që trashësia është pak edhe aspekt gjenetike, aspekt trashëgimie, dikush nuk ka fajtor, han shumë pake, ata janë përjashtuar pe këtij kërcënimi. Mirë po, në situata normale, trashësia tepërt, me të vërtetë rrezika, se nuk është problemi vetë që po thot mos hani e pini, mos e teproni. Ti shnal që tu nuk ish fort rrezik. Rreziku është innehu la yuhibbul musrifin. Nuk i don ata që e teprojnë. Zoti nuk i don ata që e teprojnë. Në vazhdim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të hadith shumica e muslimanëve lexojnë veç pe gjyse. Nuk e lexojnë pe fillimit. Edhe po besoj që hadithin e dini ton. Pejgamberi ka thonë ndoje stomakun 3 pjesë. Një pjesë për ushqim, një pjesë për pije, një pjesë për frymore. Që shtu tonë e dinë hadithin e transmeton Tirmidhiu. Po veç hadithi ka pe fillimit se kem lexuar kur. Unë po du sot me lexuar hadithin pe fillimit se pe fillimi është më rigoroz. Kjo me do 3 pjesë, kjo është e funit. Hadithi janë nisë kështu. Ma mala'a ibni Adam wi'an sharran min batnihi. Nuk e ka mush i biri Ademit asni an ma keq se sa kur e ka mush barkun e vet. S'ka bon asni gjest ma të keq biri Ademit se sa kur e ka mush barkun e tij plot, spit si thojnë na. Dhe i ngryk. S'ka bon gjest ma të keq. I biri Ademit kur e ka mush barkun e tij plot. Bihasbi ibni Adama akalatin yaqimna sulbahu i kishin mjaftu birit Ademit do kafshat me hangër sa me majt vijën e trupit. Që hadithi pe fillimit. Fillim po na ka thënë që është, domethënë, veprimi më i ligë është me mush plot barkun. E para, e dyta, po thotë i kishin mjaftu birit Ademit me hangër ushqim sa me majt trupin, sa me majt vijën e trupit. Jo ngarkes, jo mbi pesh, jo me tepru. Ato s'ta kanë majt trupin, ato kanë deformu trupin. Këtë njerëz që kanë problem me trashësi kanë devijim edhe palës, edhe të visë kurizore, edhe skeletit kanë devijim. I mjaftojnë birit Ademit, disa kafshat për me majt gjallë trup, për me majt vijën e trupit. Vijën e trupit. Bashkë tekstualisht, yuqimna sulbahu. Fa in kana la mahala. Nëse s'munët veç të kafshat, vjen ai iftari I fort me moshët sufra. S'mund veç me shtu kafshat, ka thonë fa thuluthun li ta'amihi, o thuluthun li sharabihi, o thuluthun li nafsihi. Atëherë le të donë 3 pjesë. Domethënë kjo me ndonë 3 pjesë. Kjo nuk është starti kjo. Kjo nuk ka baza. Kjo është veç në rast për jashtim rregull kur s'ke mujt me nal veten, se për ndryshe jo kjo mu bo rregull kjo. Mu bo rregull është mos mungup u kurr, rregull është mos me tepru me jetu me ushqim që ta mon vinë trupit. E treta, nëse s'ka asnjë përjashtim, s'ka mundësi, s'po mundet, ka me punu shumë, o ka ushqimin e mirë, s'ka mujt me stopu veten, atëherë minimumi bile çto 3 mos të mush këtë ushqim ose edhe të ndan 3 pjesë lukthin e tij. Po folëm për aspektin e mbipeshës edhe
për trajtojnë asë një problem shumë i madh që e ka godit botën, e ka godit edhe muslimanë. Une herën e fundit kur kam qenë haxhi, ku marr një libër, nuk mujt hala me lexu, edhe po shpresoj që në herë kemi diskutuar me lejen e Zotit, është velevizjet e namazit edhe dobia tyne në kuptimin e dieta me namaz. Se ky hoxha Ahmed Shukeri, që ky emisionit që i na nal pak një moment, te emisioni i tij agjerimi a Ramazani nuk është fajtor. Mes tjera është në emision e thot një fakt shumë interesant. Në vitet e 20-ta, 30-ta të shekullit kaluar, Amerikën e pas ka godit një uri e madhe, një llahtarin, mungesë ushqimi. Dikon ku kanë shënime historike një 15 vjet pas ka mujt njës mungi buk në Amerikë. Edhe ishin a i qëtë me fotografi rani për buk që shkanë prite, për uje, kolona, për ma arrit me hangër buk. Amerikanët, kur i shkry kjo vitet e uris, e këshim bo një hullumtim që ata njerës që kanë jetu gjatë që tyne qësë soj periode. A kanë vdek ma heret, a kanë jetu ma gjatë. Se i shkryun mentalitetin shumë njëtëve që pa buk kena me dek. A din që thujnë na, pa buk kena me dek tonë. Edhe këshim bo një hullumtim. A din që është dalë hullumtimi. Për qatë gjatë që atyne 20 vjetë ose 15 vjetë, so në Amerikë ka pas mungesë ushqimi. 6 vjetë kanë jetu ma shumë që ata njerëz, se sa kuptimin 6 vjetë mesatarja, se nështë të dikosh, po mesatarja që asaj gjenerate ka jetu 6 vjetë ma shumë se sa që jetojnë Amerikanë në viteve tjera. Për ata, imaginoni, shkencëtarisht është vërtetu që ushqimi me kujdes, ose agjerimi, po flasim na si musliman, është vetmja rrugë për me shty pleqëri. Një libri më i shitur në Angli, Dieta me agjerim, po thot në titull, agjeroni 5 dit, pushoni 2 dit. Ai nuk o huq as ka lidhje me islam, ai po fuq shkencë. Hani 5 dit, pushoni 2 dit. Nëse doni me zbrit peshen, me pas shëndetin e mirë dhe me jetu ma gjatë. Normal ata i lidhin ma gjatë me shty pleqnin në fjallën. Ai pejgamberi jonë para 1400 vjetë e ka thonë, hani 5 dit, e pushoni 2 dit. Thonë tajtë e ka pas zakon me agjeru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Plus asajna, kur ka agjeru, qësh ka agjeru. A i Gjermanin atë institutin e vetë atje, po në kritikon një muslimanët, po thotë kështu. Jo muslimanët gjinani 12 orë, gjinani 18 orë, kulun një iftar, ju bë një kaza, krejt për 3 ditë sa s'kini ame. Qëka ju ndodhë? Qëka në ndodhë për të hana iftar? A dhe ndodhë, mu më ndodhë. Han iftar, me mujtë mu që me falë akshamin është sukses i madhë. Premi është. Mas akshamit një plëkshti e madhe, gjithë qysh du të më kohët pak, dhe në të ravi. Problem me i përbalu. Shkencëtarisht u vërtetu, nëse ke hangër e buk edhe mas ushqimit ka rrok plëkshtia, ajo është ushqimi damshëm. Ushqimi nuk hahet për me përjetu plëkshtiti. Ushqimi hahet për më forcuti. Imagina njëri mund që të më hangër buk, mas bukës në qohët. Ti pëse bëhan buk o burë. Njëri anë buk më forcu. Plus e sajna, a gudzojna na me thonë, na muslimat me thonë, Zoti Manushëm e ka bu farz Ramazanin mu dopsu muslimat. Po këshyri e bura, luftat më të mëdha në histori islami në Ramazan. Çka e be kuptu kjo? Kjo e be kuptu që muslimanët e parë kanë ditë me agjeru dhe kanë ditë me bu iftar. Edhe ata dhe më thoni pa problemi kanë zhvillu luftat. Imaginin, nas mundu me shku në punë në Ramazan, këtë shkojna me vones dole ma heret. Këtë i lojna gjyshtën e punëve, lejë mas Ramazan, njerëz kanë luftu në Ramazan. Dhe më thonë, këtu është një problem. Nuk guxojna na me akuzu Zotin, dhe më thonë, ose le na, la ektë për na thojnë neve, ju, qëfar e Ramazan, ju pe paralizoni jetën me Ramazan, kur pensionen e këtë blokatë shteti, ju e qutë shtetin humbje, s'punoni në Ramazan. Nuk është synimi i Zotit, kjo asë i Ramazanit, Ramazanit për ndryshe, për kundrazi me shtime punu,
Kjo është çështje edhe shkencore. Pse na ndodh plagështia mas ushqimit? Pse kur të hangësh bukë shumë çashtu, sa kaloritë, sa glukoza, sheqer e krejt. Sheqeri ose glukoza për një herë shkon pra 16-20 ato shifrat që janë. Edhe kur ngritet shumë sheqeri, o rrezik me trash gjakun. Do të më intervenojë insulini. Kur intervenon insulini normal me urgjencë intervenon se u kapitoloj kërën, ose ke po këta sheqerash që kanë ato, tash, po kjo alaj prodhon pankreasi insulin këtina, dhe insulini tash shkon për një herë me kontrollu sheqerin gjak. Kur insulini vepron me shpejtësi për me ull sheqerin, ekstrem e ull. E kur të ull ekstrem të sënqosh, maftën. Edhe ti tash, kur ra sheqerin në zero, tash, ti i e shumë plak ki nevojë me të shku edhe një herë. Imagjino tash ti çfarë refleks që ki sheqeri me insulin çfarë luftë ka bën, a ndërkohë ti u dosh këtë mi pas, s'ka pas nevojë që ato ngrit ato piramida me bote sheqeri me insulin, ajo ka mujt me shku krejt gjendje, insulini me përcjell sheqerin. Domethënë, pse duhet mi ditë na çto gjëna? Pse feja jona krejt rituale që kanë bëjnë me shëndetin tonë. Funit, jo leveç ritualet, se ritualet po i kryeshin dyqysh. Po na në arën këtë botë me lu mision, me kry mision. Na në arën këtë botë me kry. Pse na ka kriju Zoti këtë botë? Me lujt mision, me kry punën e njeriu në këtë botë. Nëse mungon shëndeti i mirë, s'kryhet puna mirë. Edhe jena ton, edhe s'kiqa me filozofu këtu. Qyre gjendjen globalisht muslimanëve në botë sot. Edhe me një herë vrejt që muslimanët kanë probleme ekstrem me shëndet. I jem të agjiru, po si jem të dytë me boj iftarin. Për ata le të shërbej ky vabdet si ka pak edhe me të vërtet më analizu mirë punën e ushqimit. Edhe punën e domethënë mos me leju në asnjë rast që me tepru me peshë. Nuk po du më shumë me zgjat për sonte, po problemi i parë është mbi pesha ose trashësia. Nuk guxoni musliman me ranë kësaj provë. Sepse mos e llogaritni trashësinë veç duke. 95% smuje u kanë bojnë me trashësi. Kjo është çështje s'është profilioni, po është aspekt i mjekësisë dhe i ekspertëve kësaj fushë. Po shkojnë te e dyta. Te e dyta do të thotë aktiviteti ose jo sporti. Po më keq më thoni fjalë këtu para juve, po unë i kam 2 libra sportin islam. Kështu kam 2-3 libra, u mënova me konsultuesët edhe u mënova në internet me lypa. Ashta po gaboj, po kjo është opinioni jam. Pyetjen që shëbojnë muslimanët të sporti është shumë budallic pyetja. A është halal sporti në islam? Ai hoxha tani hoxha i mëshëm. Po. Me këto kushte, baba me filozofi. Qysh bre njëri me men krye bën pyetjen a është halal sporti në islam? Ose le sportin, fshije sportin. Lëvizja me lëviz, me bë ushtrime, me nga. Qysh vetet një normal a bën me bë sport në islam? Nuk do të më thonë a bën me bë sport, a lejohet në islam? A lejohet mos me bë sport në islam? Që kjo pyetja e mirë, që kjo pyetja e drejtë. A lejohet njëri në nditje mos me jetë gjysore? Që to do të më bë pyetjen. A lejohet njëri një herë një javë mos me pas termin sporti? Që to do të më bë pyetjen. A lejohet njëri muslimani mos me pas takim sportiv, mos me pas takim ku vrapohet, ku lëvizet. Që kjo është pyetja. Jo pyetja a lejohet sporti në islam? Domethënë ajo gati si haram veç det lejohet aty. Domethënë veç punë lejes është, jo punë lejese. Atë i ktheu jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sportit. Mas pari sporti, cila filozofia e sportit? Ose e soj lëvizjes po thojna. Shëndeti ura, shëndeti është pyetje. Kur ka shku pejgamberi alayhis salam, unë e shoh rastin më. Ajo filozofia e krejt sportit në islam është në çet tregim. Kur e ka bë marrëveshjen e Hudejbijës, me hi me bomën se kanë lënë me kast. U bë marrëveshja e Hudejbijës, mas një viti ka pas me hi me bomën. Quhet umra e Kazas, apo tani se çat vit që në shku me bë Kazan, si kanë lënë me kast, e kanë bë vitin e arshëm. A dini, shumë interesante që kjo puna e umrës. Me kast, e kam bo marrëveshje, nuk kam marrëveshje. Kur të vini ju me bo umrën, na këna me dalë këtë në periferit Mekës, edhe njëri gjallë, zbudon me oprish juve, atë marshin e ju, atë tavafin e ju, rëptimin e ju prej. Edhe e ndalë me kast, në periferit Mekës, edhe po bojnë muhabet.
Dhejnë, qëre kur të vinë ata smotanat, cilë me lëtë se tjetëri. Pse? I ka tha shkrumi Medines. Me kas për thujnë, avdhen. Feja është për përqeshin trupat, avdhen. Pelin pejgamberi alayhis salam që të përqeshja. E kanë dëgju, sallallahu alaihi wasallam. A dini që ka thonë hadithi është i njoftën, së da asoj dite e bojnë mos haxhite, nuk e jemi përshtypur shumica xhive nuk e dim. Kur shkojsh në tavaf, që kjo është qabja, ti ki me bo qështu tavafin. Kraj shmajt i bjen ka. I vetë me rast në islam që senet bon me të majtën, se kejt me kështu u dohë në bo tavafi. Se që shto është me ren, kejt sunisën e punëve në e bujna me djath. Tavafin të majtë. Edhe kështu shka, normal është përputhi me levizet, me galaktikat e krejt, po është dhe një filozofi tjetër. Krahi djathë pak ma, se djatha pak ma e zhvillune, dhe krahi djathë e ke po gjithë ka ma dora, këtë janë pak ma të zhvillune. Ta që pejgamberi po do me botë tavafin aty. A me o kalzu krajin e djatha të smajtin me kazve. Ja djatha, se pak fort, mi tut pak. Edhe mi o kalzu që musliman, për një me kanë krah. Edhe ka fillu tavafin, që ka thonë sallallahu alaihi wasallam, hadithi është sahih. Allah jem shiruft, një musliman që sot arrin me çplu krahin e djathë, edhe mi u kalzu me kazve kush e musliman. Që kjo suneti që muhaxhit ku të shkojnë e veshin këtë to mlojnë, krahin e djathë e lojnë shplut. Nuk ka problem edhe me mlu tash, s'ka i dhujtar mo. S'ka kamera tash. Nuk ka të lashe. Nëse tash s'kisha me shplu, se shumica e xhive janë 80 90. Ma mirë një mlu. Qa me shplu? S'ka kur, qa me reklamu aty? Në 10 për pjetër, s'ki qa me reklamu aty mo. Po filozofia krejtë saj është mjë të regu me kazve si na me zdat, po kena jenat njerës të vezëm levizim. Kjo është filozofia, do më thonë sa herë që na bojmë një aktivitet, s'po i thamë sport, tash sporti është një definicion ose një veprim i caktuar. Edhe janë lloje të sportit, po na s'pëthojna sport, na pëthojna një aktivitet që ka të bëjë me aspektin e lëvizjes. Çfarë do lloj aktiviteti që bëhet me çit njet, që na me pas trup të shëndetshëm, atëherë kjo nuk do të më bëj pyetja lejohet. Po do të më bëj pyetja, a marra, guxojna mos me bëj çto. E tani hoxhat më thonë në erë zban, kur gjithçysh do të më bëj këto. Minimumi me shku në xhami, me nga me shku në xhami. Ai pejgamberi në orë njerëz ja Rasulullah kina shtëpia të larg pak po dini me nga shtëpia këtu kanë ja. Diarukum tuktabu atharukum. Jo, rrini atje se ju shënohen edhe ka keni ec. Ju shënohen ka keni ec, na këtë xhallar të kena shpjeguar sevapin. A kena shpjeguar sevapin. Më falni. Pse na vetë gjithë sevapin ahiretit? Pse mos më shënon sevapin e kësaj bote? Njëri që ka ec më larg ka sevap kuptimin ahiretit, po ka sevapin kuptimin e shëndetit. Shkencëtarisht preferohet gjysore me ecditje. Pse na këna thonë me agjëru është kjo për ahiret. Gjithësysh, dakord. Pse mos me tregu dobitesh e agjërimit edhe në këtë botë. Pse me bo këtë botë, pse me bo këtë feja ahiretit. Feja ahiretit dhe feja kësaj bote. Pse mos me spjegu këtë veprimet tona që i bojna për Zotin, mi u dhon dimensione edhe të kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Allimu auladakum ar-rimayatu was-sabahatu wa rukub al-khayl." Mësoni fëmijët juja me hedh shtizën ose tash me këtë sportin i është pikado, me ato është më shumë më të mëdha me bëu ato se të vogla. Mësoni notin, edhe mësoni ju me shalu kalorimin. Kjo puna e kalorimit shumë ka po përshtypje, e kam një shok hoxhësh, t'ja ka zëjame se njëni tonë, ai ka probleme mbi peshë. Ama shumë ka probleme, normal, ja kem dhonë vretin që s'bën kështu. E ai hoxha është interesuar tash me hjek peshën. Po, ish konsultu me shumë doktore, di që më një përshtypje. Para do dite kena bisedu këtë punën e trashësisë, sekret me ta. I kish preferu një doktor, i vetëm i lash për me hjek të peshën është du të me hyp kuajve. Me mujt një gjysore me najtë shpinë kalit, shkrin kreta, se kur nga najtë veç të bën ata avionit. Do më thonë, pejgamberi alayhis salam se 14 shekuj, e ka thonë mësoni fëmijën e juve, ju me kaloru.
ose shalimin e kuajve. Cilat janë dobit e sportit, që mos e bëni më pyetje, lutna, mos shkoni me vetë dikon apo me bos patër. Ajo është pyetja, në këtë farë shekull e këtë pyetje është tani normale, hoxha thotë po, s'është pyetje e mirë ja. Cilat janë dobit veçkurtimisht. E para thotë është prodhojnë një gjenerat fort, prodhojnë një brez të fuqishëm. Se brezi ka i bën ndryshimet. E formojmë një brez të shëndosh. E dyta, mbrohemi prej smundjeve. E treta, e humbim kohën, e shfrytëzojmë kohën e lirë. E shfrytëzojmë, unë e di ka edhe fetva mos me këqyr sportin në televizor. Unë e di që ka edhe fetva. Unë e mërej që s'janë fetvat mesme këtu. Këtu fetvat mos qyr televizor, mos qyr sport, unë e mërej që s'janë fetvat mesme. Nëse më pyetni pse. Unë e mendoj që në Islam ka defrim. E kuptoni çfarë më defru? A lejohet në Islam më defry? Defrim me pa, a lejohet as lejohet? Lejohet me këtë konsenzusin e këtë ulemave, këtë alem dyjas. Ka defrim, mirë, po dojna më defry. Ama mirë me këshyr një film i cili ka skena. Më fani, kur të shesh televizorin, cili program është më i paqi që s'ka skena të dyta? Sporti. Këtë programet tjera më me pas diçka, i vetmi program që është i pastër edhe mosh me këshyr pa ta provokuar që pa kurrë është sporti. Nëse vetë gjithësysh do të mu defry, edhe lejohet njeriu muslimani me pas defrim, atëherë më mirë mu defry me thjesht, a kemna një jetë kohë të lirë, po, a bën çat kohën e lirë me shfrytzu. Prandaj e mira sportit është njerëz kanë me pas gjithësysh kohë të lirë. A më mirë me shku me nejt kafe çaje me thith tim 2 sata me shku me bujë termin futbollit. Po termin futbollit 1 milion euro. Me njëherë bo, ajo bëhat vazhjip me njëherë. Njerëz të na qysh e kalojnë kohën e lirë. Shkojnë pinë kafën, çajën kafe, apo. A më mirë të kishin dalë, të kishin ecë ka si dica, më mirë shkam. Domethënë sporti na bën me shfrytzu kohën e lirë, se ti ki kohë të lirë, gjithçysh kemi pas do kohë të lirë. Çat kohën e lirë çysh kemi shfrytzu shtrohet pyetja. Mirë, ta bujnë haram sportin po, ta bujnë haram ton. A domon si ti bën haram krejt që do t'ja bëj me shku në adhurim. Unë po bëj pyetje, a ka defrim në Islam? A lejohet njëri mu knash një gjysore, po. E me çka mu knash, kallzonan e tash. Ti këto e ndalove, këto ti s'ndale asnjë punë mu knash. Këti bën haram. Domon, për ata unë mendoj që sporti pe të mirave të tij është që ta thjesht e konsumon kohën e lirë. Që kamu që e kohë e lirë këtë mu shfrytzu gabimisht dikon edhe në harame ose në dëmte shëndetit. E katërta, sportit mëson rregull dhe sistem. Lezoni ka pak për çdo ekipet e forta për çdo. Lezoni ka pak sportistat që janë robela kur s'moj me kanë ekipet mëdha. Sporti mëson njerëz të rënë dhe rregull. A keni nina i bokser që se ka për film u hin renge ka fitu, harro kur hiç. Njerëz sot që marrin topa talet e topa i parë shkojnë trening të fundit dalin. Sporti mëson rregull. Edhe marrën aty ka rregull. Sportit mëson me bo sabre, sportin na neve shqiptare gjak në zetësin, veç sportit dhe me nga zbut. Po se na i kum kallzu, unë që ka pak kur po lujnë ashtu si gjak në zetë, sene kem pas lodër, kur jem kone kem pas në shak tha, s'ko me lu kormo, se po bana nervoz. Tha është të më falë, ti që s'lunë, ti se ke ik nervozën, ti veç i meti pa shëru. Ti apo du me ik, du të më alë, morrej, ditë mësohëm pa urrej. Se na në Kosovë, na dyqysh na mësu me lu në Kosovë, në herë i reshëm lejtarë me zveti, tani të referat i reshëm, tani i shikus, tani ha të urre, që ta është këna fillu pak, mos but, më fani, qysh më mësu në ryshe? Mos luni, bëne haram, pas ti veç i ke ndalu, a mu shëru si e shëru, ti nuk e ke hek nervozën, kur do mas 100 vjetë me shku me lu, ti apet e ki nervozën. Për ata sportit mëson rregull, sporti është mjet edukimi, edukon njerëz definitivisht. Për shembull edhe ti shkon për shembull në building, shkon në fitness, ku do të shkosh, janë ato rregullat, kimi zbatu të rregulla. Funit, ai ki pa tash edhe në iPhone, e kanë bërë ato me ushtru me iPhone. Ti set ato shifrat, von ti 18 edhe 2, 19, von ka ran, sporti ka rregulla, ka ran. Edhe njerëzit e sportit mësohen me rregulla dhe funit është sportit mëson me arrit qëllimin. A mund ju me imagjinu, njëri 10 vjet ushtron për me fitu 200 sekundës. Se që të rekordja.
një pikë zero ma shpesht. A din sa ju ka dash më shtru për që një qindën e sekundës, ju ka dash një 8 vjetë më shtru. Dhe më thonë, sporti e ka mësu ato që shë në mrite të qëllimi. Pejgamberi a.s. e ka një hadith, s'po kam qef me kalu këtë pikën e dytë për trajtu e qëtë hadith. Ka shumë hadithe, po mes tjera kështu thot hadithin. Bile Azdi Aisha transmeton, ata musliman të Abisenis, kur veshen, i lejke pejgamberi me lu në gjami. U ka një loj me bajoneta. Edhe leqi i lake me lu në gjami. Po shkaj kemi këshyrë. Leqi shkaj kemi këshyrë. E marrë këdha Aishin me këshyrë. Edhe adini që ju ka thonë në një rast, ju ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, luni, bëni sport në gjami, le ta marrin vesh jahudit që feja jonë në fejtun ka dhe freman. Këna është në gjami e bëni sport, le ta din jahudit që në fejnë tun ka dhe freman. Na që ta shikina dhe musliman, është një farë sifate si t'jahudive. S'ka dhe freman. Imam Shafiu ka i fjallë të mira, Imam Shafiu ka thonë, nuk është pe i karakterit muslimanit kur del në piknik me najtë si i devatëshëm. Kur dishtë në për male, kur shkoj shfush, aty, mos stresi shkret, aty nuk koveni dhe osmeris me najtë shkret. Aty jo me nga, me këtyje, me luë, dhe osmeri ku t'vish këtu është. Me i ditë pozitë, del në bajgur, del atje, del në piknik, atje nuk ka pikniki, a e kini pa ata që shrinë si a gjallartë. Kejt na lushëm, kejt na këcejna, të bërti të lu, njën e rinë këta, devatëshëm. Nuk është pjesë e karakterit të njërit devatëshëm, kur dalim në fusha të rekreacionit me najtë si devatëshëm. Aty nuk është, aty devatëshmëria është me lujt, me këcy, me bo sport, mu knas. Qa jo devatëshmëria? Me najtë në tehijat, me najtë në qëndrime serioze, këto janë adhurimet edhe janë venet ku rrjet. Hadithi funit që e transmeton Bejhaqiu, thot, shërahuni, pejgamberën, shërahuni me hijame dhe me ecje. Nuk e di sa është vërtetësia e hadithit. Shërahuni, hijame për dini me nxirrat e gjakun, është procesi i hijames, edhe dyta, shërahuni me ecje. Edhe e treta, leximi, është një ders në kom fol njerë të për leximin, kush do që ka kohë mundet më kthy me pa, shumë shkurtimisht pi marrëm veç do këshilla se i përket leximit. Edhe dikush thot pse ke shti leximin këtu? Trashësia, ju aktiviteti sportiv çka po të bëj me po trashësia është me shkatru trupin, a mos leximi me shkatru mendjen dhe me shkatru tarmen. Është një filozof Voltaire e kanë pyet kush ka më udhëheq botën. Çfarë filozofi? A dini çka ka thonë? Ka thonë botën kanë më udhëheq ata që lexojnë edhe dinë me lexu. Çata kanë më udhëheq botën. A mundi me imagjinu? Në Amerikë mesatarja në vet për një amerikan janë 11 libra lexim. Mesatarja kësaj ndoshta ka një si lexoj hiç, por një 20 libra. Po është mesatarja 11 libra për një amerikan. Në Angli mesatarja është 7 libra për një anglez në vet. A dini sa është për musliman? Për musliman, ku pëthojna shtetet arabe se qështu po maten, se s'është objektive ky matja, po shtetet arabe e kanë 1/4 e faqes në vetë. 1/4 e faqes në vetë. Mesatarja. Qytën e njerëzve që lexojnë 1/4 e faqes në vetë, fjala e parë e fesë tyne është lexo me emrin e Zotit tënd. Gjënohi mos me lexua. Edhe dyshysh, fani, apo më pyet sinqerisht, a llogaritmi gjuna kur lexoni? Jo. A llogaritëm na gjuna kur lexojna? A llogaritëm me kat? A llogariti gjuna që lexon? Jo. Se llogaritëm gjuna. Pse? Pse për neve leximi është hobi. A keni pa kur çfarë hobi ki? Lexoj ka pak. Çish bre vllazni, ku guxon shekullin 21? Leximi me kon hobi. Leximi nuk ka hobi, leximi është pjesë e domosdoshme e jetës. Leximi me bëmë me hobi është kanceri i këtij umeti, me lexua farz, me lexua gjithçysh, nuk ka hobi. Hobi është domosdoshmë kur të kish kohë. Jo, me lexua është detyrë. Unë veç
po du me shkoqit me ju, një të regim, unë e di që e dini tonë. Mas betejës Bedrit puna e aty në robët luftës. E di që dini që pejgamberi alayhis salam ka pas një vendim aty, kush din shkrim e lexim, dhe jam mëson 10.000 muslimanëve lirohet. E di që dini, nuk po, për ata nuk po du me zinu, po se dia dini, ta shiton se dia dini. A kanë pas nevojë muslimanët me dini mas Bedrit, ma shumë për pasuni, a për lexim. A dini pse? 4.000 dirham u konë minimumi mu pagu një rabi luftës. 4.000 dirham u dashta i me kasi për me liru robin e vetë kanë me dine, mi pru 4.000 dirham, mi thatu tak, edhe merë njërin e vetë. Edhe 4.000 dirham shkujnë në bugjet me dinës. Me bo aj mi mësu dhe të nëzanca heq, i mësën ata dhe shkën shpe. A ma i nevoj shumë mësimi për me dinën, a është pasunia. A dini për që kur po folim mas betejës Bedrit. A dini përse ndalën Bedr me luftu. Është një karavan me konfisku pasunin se në konë të dek unë, u dash me dalë me luftu është një karavan e Ebu Sufjani, u konë në malli Medinazve që u konë të bo trektime me Sham. E rëndësishme është që Bedri, lufta e Bedrit është, dhe më thonë, luft për eksistencë. Ata e ndalë me marrë ushqim. Mas Bedrit, po të ofruan 4.000 dirham, po të thuhet mi mësu shkrim leximin. A dini pse? Këtu është tash çfarë moti do të më bëna gjithçysh. Pejgamberi ka dhënë përparësi mësimit shkrim leximit se sa gjithë aty në parave, ose gjithë aty në dirhamve, ose asoj vlere të asoj kohe. Pse shtrohet pyetja? Sepse kjo është e ardhmja e umetit. Nëse na mësojmë shkrim e lexim, vin këtu. Po nëse na kem shumë parë, s'kem shkrim e lexim, është fatkeqësi kjo, kjo ti s'pëndër. Ai po mënon për talën, arsimimi është e ardhmja e shtetit. Kur folim na për shtetin ton, harroni baj këtë shtyllat e shtetit harroni. Veç për arsimin bisedojmë. Ra arsimi, ra shteti. E ardhmja e shtetit është, nëse kena njerëz me diploma fallc, kena se e hangë ky shtet, ky ditën e mirë bash. Nëse njerëz hinë në për vende të punës me diploma fallc, është e pat ky shtet, s'ka kur të bëj këtë shtet. Përshëndetem me këtë shtet. Lej këtu asfalti, rruga këtu shtrohen, mas 20 vjetë, këtë guru bo asfalt. Bëhat kje dhe bëhat. Është problemi njëri kur vjen me mësu së është i përgatitur. Njëri hen është profesor universiteti, si mëne ka plagiator që vithojnë ta. E ka vjedhë temen. Kjo është puna e Bedrit. Ka qenë një Zeid ibn Thabit, i ka vlesu bre pejgamberi, ka vlesu njës që kanë ditë shkrim e lexim. Zeid ibn Thabit ka qenë 13 vjet kur ka qenë ka ditë shkrim leximin. Njëri më i afërt i pejgamberit, këtë mesazhet. Është shkruasi shpalljes. Para mendoni që ai ka ndëruar Zoti njerëz që kanë ditë shkrim lexim. A dini që ai ka ndëruar? Ja u ka bëu të mundsh me fjalën e tij në shënu. Është nderi i madh. A dini që ka sahabi, u kon shumë burrë mirë, shpalljen veç e ka lexuar me shkruar s'ka mund. Por që ta në histori islame keni aty shkruasi shpalljes. Për shembull, për shumë sahabi kur të fol biografinë e tij, thotë e ka shënuar shpalljen, se kjo privilegje apo. Ja ka mundsuar Zoti me shënuar shpalljen e tij. Kjo nuk u kon, kjo pse kjo privilegj? Pse ka ditë shkrim leximin. E fundit s'po du shumë se këtu kena shumë mua veta. Po mundu me herë në herë tjetër, po që amboni përshtypje kështu gjatë historisë, ky dinastia e faraonëve. Për dini para piramidat faraon. Faraon qysh atëherë kanë pas biblioteka. Edhe faraon çast shumë i kanë shëtnu biblioteka, saqë biblioteken qysh mëne kur e kanë shtin piramid biblioteken, ja kanë besu Zotit atë bibliotekë. Domthon këto arun Zoti. Mirë po, a dini çysh u kon dera bibliotekës, çysh ka pas emrin? Dera bibliotekës ka pas emrin, këtu është ushqimi i shpirtave dhe shërimi i mendjeve. Jo bibliotekë. Fshije këto. Bibliotekë s'është emri i mirë ky. Biblioteka do të më ndrojë emra. Do të më ngjit këtu shërohen shpirtat, edhe ushqimi i shpirtave edhe shërimi i mendjeve. Që është leximi. Po du kështu më kon pak si kritik. Një pjesë e madhe e problemeve që sot i kena me fetartin që njerëz nuk lexojnë. Qëtu është problemi i tronit, a dini qëtu është ekstremizmat, fanatik, të janë këtë si pasojë. A dini pse njerëzit
e ka nini hoqë, ka thonë me ndem, ja qëtë vullin aty, si veç që ato, që e pak lezo se ka atë njerë kanë thonë ndryshe. Kjo fanatizmi për hoqë, adim se bo, pse veç që s'lezën aj. Me po me lezu aj, a e vrenë që kjo botë është me madhë, se sani hoqë, ose sani profesor. U bo nami, po ka dale por, kjo veç një njërë është. Lezo, zënu, lezo ato. Si t'ja nesh një 4-5 xhellar, 4-5 profesor, 4-5 dietar, më ja lexu botën e tyne, ti merr 4-5 bota. A dini çfarë do të thonë me lexu librin e dikujt? A dini çfarë do të thonë me lexu librin e dikujt? Me lexu prevojat e tij, mendjen e tij. Domthon shkencën e tij, ndjenjat e tij. Unë kur të shkruaj një libër, unë i qesë aty prevojat e mia, mënona këtë çfarë di me qit aty, eksperiencën tam, emocionet kanë janë kapën nikon mënona me i shkruaj emocionet. Kur të lexosh ti, këtë komplet botën tëmë të emër. A din që do me thonë me lezu 5 libra? 5 libra do me thonë 5 bota djetarë me shtin kry. Që kjo është definitivisht. Për ata, minimumi, i një djali 3, që ju kësha porosit qëto me në emanet për ime është, 2 libra në mujtë me lezu. është minimumi i njeriut i dishëm. Kur njetën e juvë, as mos menani, as mos iluzioni, kur s'ki me bujt dishëm, pa i lezu 2 libra në mujtë. Harro. 7 orë rrinë internet. Kur interneti s'bën dishëm. Interneti është me mritë e informacioni. Interneti s'jep kultura, s'dia s'kurgjë. Interneti është me marrë informata. Mesatarja, një shifër u dojë, qëtash mesatarja, 4 orë rrinë një musliman internet, në ditje. Informatat e internetin shumë çka përderne. Njëna për problemeve që ne kena me fejë sot është që njerëzit e kanë marrë fejnë për internetit atë kohë shka përderne i kanë informatat. Libra ndryshe, se libra është mas pari, autori, parathonja, kapitulli parë, kapitulli është e radhitne ajo, është informata e radhitne. Interneti s'ka informatat radhitne, interneti ka për njëherë kretë. Mos flasim edhe televizorit dhe ma keq. Se interneti ka një dallim të madh për televizorit. Interneti ta bjen informatën edhe ki mundësi me nal. Edhe me shqyrtu informatën. Televizori veç gjun, granata, apo ty të bërbandu të ski vak me menu se vina e tjetra, kuptoni? Televizori pse ta bllokot trunin? Shkencëtarisht të vërtetu, fëmia që rrin shumë para televizori e kanë memorien më pak të zhvilluar. Se televizori nuk ja lën mu zhvillu memorien se jep shumë informata. Interneti e nal, tak, e ke pa edhe filmin e nal aty. Aty tiko televizor së në nal. Te ti ish banja e vrajtja jo, kry ma veti. 2 libra me lezu në mujtë. Një liber me lezu në profesionin tanë. Së përdi që fa profesioni ki, një liber. Librin e dytë me lezu jashtë profesionit, ose jashtë profilit. A një liber gjithësysh në profilin tanë. Në mujtë, plus asaj gjithësysh qa për në ndohën neve tash. Unë jam hoqë, i lo libra të fesë, him profilet huja, 7 libra në mujtë. Ose ajo zotnia është doktor, mjekësinë e ka kry mjekësinë, ja ka nisë me punu, tash ato libra të mjekësinë, kur se lezën, ja ka nisë hadithe, lezoj libra të fesë, o zotni, shfart mje që ke lezoj, që më sara profesionin, se fesë e shërbejet në përmjet profesionit tanë, nëse bo mëftit ashtë i këto që e botë, doktor mëftia e botë më nërë. Ti nuk kone më bo mëfti, ti kone me lezoj libra të fesë, për me metë në rjeda, edhe ka nevoj me avansu profesionin tanë si kena duhet neve në shërben në kauzën islame. Për ata, kjo është rroktimi ma i mirë i leximit. Një libër në profilin tanë, një libër jashtë profilit tanë, 2 libra në mujtë që i binë, do më thonë 12 mujtë, 24 libra në vetë, i shkone mirat mirët, që ta shina nëntor, në 10 orë me bo agendën për 1 vjetë që kemi lezu. Edhe me i marë 24 libra, me shku në bibliotek, a me i gjithë të një mik, me i qitë këtë në raft, edhe për 1 vjetë të edhin që kemi lezu. Edhe bismillah me anis me lezu. Allah i shëllet